Shoqata Ora organizoi edicionin e 4 të turit ciklistik Dritan Kurti, një aktivitet tashmë tradicional që mbledh dashamirët e biçikletës dhe sportit në natyrë. Turi nisi në Sukubin me datën 25 tetor në ora 10 në vendin e njohur si Pusi pas Soborrit dhe vazhdoi përgjatë një itinerari rreth 20 kilometrash. Arjeta Kurti, kryetare e shoqatës Ora dhe bashkëshortja të ndjerit Dritan Kurti, shpreh më shumë për qëllimin e këtij turi ciklistik. Shoqata Ora do të thotë është organizatore e turit ciklistik Dritan Kurti. Në fakt, emri i Dritan Kurtit njihet si kryetar i shoqatës Ora në vitin 2020, në atë vit ku humbi dhe jetën. Pas një viti i dedikohet një dokumentar, një vit pa Dritanin, po nga shoqata Ora, dhe në këtë një vjetor vjen si vendim po nga shoqata Ora që në emër të Dritan Kurtit të realizohet dhe të jetë i përvitshëm në kujtim të emrit dhe veprimtarisë së Dritanit, turi ciklistik Dritan Kurti. Ky është viti i 4 me radhë, pa ndërprerje prej nga humbja e jetës së Dritanit. Do të thotë Dritani ka qenë veprimtar patjetër, por një nga aktivitetet të cilet e ka bërë me pasion ose ka dashur gjithmonë ka qenë edhe ciklizmi. Për atë arsye, do të thotë në kujtim të veprës dhe emrit dhe figurës së Dritanit, kemi pasur idenë që të mbes diçka ose të jetë diçka në emër të tij dhe pse jo një turn ciklistik që bashkon grup mosha të ndryshme, do të thotë duke filluar nga ato më të vegjëlit e deri tek moshat më të mëdha. Kemi menduar që të jetë socializues, bashkimin e të gjithëve, kujtimin e tij, emrit të tij, do të qoftë përmendja e emrit të tij, qoftë një lutje në emër të tij, për shpirt të tij. Do të thotë shënim i një përvjetori. Kemi filluar ndoshta, nuk e di, me 10-20 pjesëmarrës. Sot gëzon fakti që çdo vit do të thotë numri sa vjen edhe rritet. Dhe kemi pothuajse nga gjithë komuna Ulqinit, kjo më gëzon edhe më shumë që të gjithë bashkohen në kujtim të emrit të Dritanit. Do të thotë përveç kësaj, ne mundohemi për arsye që kemi grup mosha të ndryshme, mundohemi të ikim rrugës kryesore për arsye të trafikut, edhe të mos kemi vështirësi që gjatë këtij itinerari, por kemi bërë një itinerar që të prekim fshatra të anës së malit, duke nisur nga vendi ku jemi duke zhvilluar dhe intervistën Pusi mbas Soborrit që quhet në Sukubin, duke vazhduar për Lisnabore rrugën, për të ndaluar tek pika e Fraskanjelit, te plazhi, nëse mund ta quaj kështu, dhe pastaj tek restoran Shasi për një pauzë, duke vëzhguar edhe fshatin Shtodër, që kemi atë pjesën e lumit, që edhe ajo është pjesë e bukur, natyrë e bukur e peizazhit të anës së malit. Pra, për të prekur edhe vendet të bukura të anës së malit, por edhe për të përshkuar një itinerar që është i kapshëm dhe i mundshëm për të gjithë grup moshat dhe pa ndonjë problem ose rrezikshmëri. Kozgjatja e aktivitetit ishte rreth 3 orë, gjatë së cilave 10 ciklistë shijuan natyrën e bukur të zonës dhe shoqërinë e njëri tjetrit. Organizatorët falenderuan pjesëmarrësit për entuziazmin dhe respektimin e rregullave të sigurisë, duke theksuar se synimi i turit është promovimi i sportit, shëndetit dhe turizmit lokal në zonën e anës së malit. Shoqata Ora njoftoi se turi do të vazhdojë të mbajë çdo vit në nder të Dritan Kurtit, si simboli i përkushtimit ndaj komunitetit dhe dashurisë për sportin.
është edicioni 4 të turit ciklistik Dritan Kurti, i cili mbahet në nderim të kryetarit të shoqatës Sora Dritan Kurti. Pjesëmarrja juaj në këtë numër, por sidomos nga vitin për çdo vit e më madhe, tregon për rëndësinë edhe peshen që ka ky aktivitet. Dritan Kurti ka pasur ka shumë kontribute edhe pra sa i përket shoqërisë sonë, sa i përket shoqatës Sora, ka pasur shumë pasione, edhe njëri ndër pasionet e tij ka qenë pikërisht ciklizmi, edhe pra në nderim të tij, ky është viti 4 që ne mbajmë këtë tur ciklistik.